rëndësishme është roli i Turqisë. Dhe në qoftë se ka diçka që i kisha sugjeruar çfarë do qeverie që krijohet në Republikën e Kosovës, është që në aspektin e sigurisë të fokusohemi në 3 drejtime, në mënyrë bilaterale, ajo SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Turqia. Turqia është momentalisht kërcënuesi. Britanitë Madhe, Amerikë edhe Turqi. Po, sepse SBA-ja janë aleati jonë, aleati, sa mundë me qenë aleat, pra garantuesi jonë i sigurisë, dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm, si thonë me shkel në për vezë, në këshirë mos me thyj ndaj në këtë relacion. Mbretëria e Bashkuar, sepse është më e ashpër ndaj Rusisë, ka mbajtur atë qëndrim, e ka atë qëndrim, e konsideron si kërcënuesin më të madh të sigurisë për Mbretërinë e Bashkuar, ka armatos, është e gatshme të çojë edhe trupa në Ukrainë, siç është tani edhe Franca. Dhe e treta është Turqia, sepse Turqia realisht tash besoj se ka me hyrë në Bashkimin Evropian. Sepse ushtrinë që e ka Turqia, armatimin që e ka Turqia, dhe qëndrimet që i ka Turqia, tash janë të levërdishme dhe tash ka levë karshi Evropës. Pra, përderisa para 5 viteve, Bashkimi Evropian ka thonë s'ka gjasa me një Turqia në BE, Donald Tusk, i cili është Polonia, po ashtu luan një rol për shkak se është në kufi dhe ka armatim dhe ka tashmë rritjen më të madhe të ekonomike që ka pas në një shtet në Bashkimin Evropian, thotë që do të ishte mirë që Turqia të jetë pjesë e diskutimeve, përderisa Erdogani deklaron në Ankara që po të hyjë Turqia në BE, atëherë siguria e Evropës do të garantojë nga Turqia. Po ja shtoj kësaj veç edhe një çështje, Turqia ka dërguar trupat në Srebrenicë, Turqia ka trupa dhe i ka kërcënu edhe Republika Srpskën edhe Serbinë që t'jetë shumë e kujdesshme se çka bën në Bosnjë, në të njëjtën kohë, nëse ka një kontingjent i cili nuk ka rrezik të largohet nga Kosova në 2-3 vite të ardhshëm, është ai i Turqisë, dhe momentalisht për çfarëdo arsye, na mundem me thonë për arsye fetare, për arsye të ndryshme, Turqia në këtë rast ndoshta është garantuesi më i madh i sigurisë tonë. Shpend, në gjithë këtë polarizim. Këto tria, domethënë Ministria e Punëve të Jashtme i zhduft diplomasi intenzive, të kujdesshme edhe me i rujt këto, sepse të tjerat nuk janë të garantuara. Po flasim për trupa të Francës në Ukrainë, po flasim për trupa italiane në Ukrainë, të cilat nuk kanë numër të pakufizuar të ushtarëve. Dhe nëse nevojitet atje diçka më shumë, numri i ushtarëve që i kemi të KFOR-it në Kosovë nuk do të jetë, edhe pse ne kemi rutën ka thonë, ju garantoj, ja ka thënë edhe një selam Serbisë, mirë po, ndoshta fati në fatkeqësi janë dobësimi i fuqishit. Por kjo nuk do të na strategjia kryesore e sigurisë, sepse Serbia ku ka qenë mas dopti në 100 vjet të fundit ka ndodhur që e ka sulmuar Shqipërinë. Domethënë, strategjia kryesore do të mësojnë Sigurisë tashmë Turqi, Mbretëria e Bashkuar dhe Amerikë. Në drejtimin SBA, Mbretëria e Bashkuar Turqi. Shpend, në gjithë këtë polarizim mes SBA-s dhe Evropës, para se më dalë të ndarja, dhe sa më qenë reali këto, a konsideron se përmendin se shumë shpejt do të jetë Turqia pjesë e BE-s për shkak kësaj? A ka më ndikuar ky polarizim i SBA-ve me Evropën, që Evropa me pas një strategji edhe për Ballkanin Perëndimor, nashtra mu të rjekë edhe me ra poshtë gjithë ajo qasje birokratike që ka pas BE-ja, ka shi vendeve tjera për pranimin e socialit. Nuk ka rrugë tjetër. Domethënë, nuk është opcionale kjo më për Evropën. Po flitet për antarësim të shpejtë të Ukrainës në BE, nëse jo në NATO në BE, po flitet për një avancim të shpejtuar edhe në Shqipëria që ka përparim të theksuar. Mendoj që vendimet tani do të jenë gjeopolitike, nuk do të jenë administrative, byrokratike. Që shkanë qenë kaluar? Pra, i kemi 2 raste, Rumania dhe Bullgaria kanë hyrë në Evropë edhe pa i përmbush, me thonë kështu formalisht gjitha kushtet, sepse ka qenë e rëndësishme në aspektin gjeopolitik.